Shorë të vetë, a ndihmon në shtëpi? Po t'i bë. Po, vallë ndihmon për fëmijë, ndihmon për shtëpi, po ndihmon vallë për ushqime normal për fëmijë. Ka do në të rikë, nësë tarë, kam ta përgatit, me në pokati, shto. Po vallë, po t'i bë. Qka është të përgatit? Po përgatit ushqime të shtëpijës, shka hojmë. A kërqen që a i përgatit ushqimet a e? Po shumë, më të ndihmu burri s'ka ma mirë. Mirë, faleminderit. Mirë. A pëllodës? Jo, ka pak t'i bë. Ma me një bukim shemë, një bukuroshe. Emrin e qikës? Jo, veç po ty si me vajza i gojë. Po. Sa fëmi keni më palë? A, tre, po. E gjatë që dhe. Faleminderit shumë. Andrevan, observe që nonë sot. Është Begi. Begi është. Po, është jetesa është pak ma e shtrenjtë. Ekonomia. Po mirë shumë. Ekonon është. S'ka ma mirë. Andrevan, tratëritës fëmijës, sa ke pasën për shtetje? Po, për familjes normal burri. Po, që shjo. Shtylla kryesore në familje, s'pas të jetë. Kurda? Shtylla kryesore në familje. Shtylla në familje, prindrit normal, prindrit fëmija, familja. S'pas të jetë, shtylla kryesore burri apo gruaja në familje? Po, dytë që tash. Dytë normal, dytë duhet më konë bashkëpunimi dyve. Sa sot bashkëpunojnë gratë me burra. Pa i më konë familje shëndosh, normal, kanë bashkëpunim. Mës me konë. A vëllu që sot shumë pak, dhe të më thanë prej grave ka ndihmën prej burrat. Po. S'pedi që në përgjithësi sa, amo mirë, so keq. Shorë të vetë, a ndihmon në shtëpi? Po t'i bë. Po, vallë ndihmon për fëmijë, ndihmon për shtëpi. Po, për punë ka pak. Ndihmon? Po më ndihmon. Ndihmon vallë për ushqime normal për fëmijë. Ka do në të rikë, nësë tarë, kam ta përgatit, me në pokati, shto. Po vallë, po t'i bë. Qka është të përgatit? Po përgatit ushqime të shtëpijës, shka hojmë. A kërqen që a i përgatit ushqimet a e? Po shumë. Po shumë. Vazhësht që shpesh ta praktikoj këtë gja burri? Po që shjo. Po ndihmu burri s'ka ma mirë. Se ta leton punën e fëmijëve të shtëpijës, ketëve. Grua është me shumë obligime. Ka obligime, se normal tash edhe në përpuna, edhe të shtëpia, edhe fëmija. Normal ka punë gruaja, shjo. A mundin një grua mja dalë pa dimën e burrit? Shumë vështirë. Ja del, se mo jena ma të forta më dokot, amo është vështirë. Me fëmijë, me punë, me shtëpi, me tanat. Po ja del me dasht, ja del, shjo. Qka e bo një grua të fortë, si pas teje? Sprovat e bojnë shumë atë fortë. Sprovat e jetës. Kur jem të sprovat, keni pas sprova në jetë ju? Çdo njëri ka sprova. Ka, normal sprova ka, amo jo dishka pale, amo ka sprova. Kura e sprova që ti s'mundesh me harru hala, që ke pas ma të shtirë? S'kom pas dishka kështu mos me harru, amo dinjas, shto. Sa e donë përgjithsi jetën? Jetën që shjo. Po, jetën normal duhet, me fëmijë, me familje duhet jeta. Diçka në jetë? Pa njëherë për njëherë mirë jena, ko e di. S'është diçka që kisha ndryshu. Shamë përgjithsit e vetja, të diçka që kisha thonë që ta kisha ndryshu? Ja. Kur gja. Ja, mirë. Shmarë për diçka që ki bo në jetë? Pas për disë për më kujtohen bashkë për që ta asha mo jo, s'është diçka që këmë ra diçka pishman. Ja, mirë. Sa një grua, sa respektohet prej burrit? Po që ta shumë varet edhe pi gruas pak sa e respekton burrin, sa e kanë atë bashkëpunimin, se mirë, në familjet e më është mirë, super. Ta është spedim varet pi familjes, qysh. Mesazh gjitha grave, mja dhënë gjitha nanave, ju si një grua. Duni fëmijët, familjen, respektoni në mes veti, që kjo është kryesorja. Përshëndesim, gjitha të Faleminderit.